Konferenca për shtyp e filmit Loja e fundit në Prishtinë nuk solli vetëm detaje rreth premierës, por edhe një nga momentet më të forta emocionale të çiftit të Luiz Elli dhe Chiara Tito. Për herë të parë, ata folën hapur për sulmet e rënda që kanë përjetuar në rrjetet sociale, duke zbuluar mesazhe shqetësuese që kanë prekur jo vetëm ata, por edhe vajzën e tyre të mitur. Chiara Tito theksoi se situata ishte bërë aq e lodhshme, saqë as bllokimi i llogarive nuk mjaftonte më. Kur preket familja dhe vajza jon, që nuk ka asnjë lidhje me botën e showbizit, kjo ka lënë çdo kufi. Inati dhe xhelozia janë sëmundje të këqija, u shpreh Chiara duke shtuar se nëse dikush nuk i pëlqen, zgjedhja më e thjeshtë është t'i injoroj. Nga ana tjetër, Luizi ndau një nga përvojat më të rënda që ka kaluar si prind. Ai rrëfeu se është zgjuar në mëngjes duke marrë mesazhe me foto të montuara të vajzës së tij në arkivol. Merre me mend, do me thënë të çohesh prej gjumit dhe të shikosh mesazhet që të nisin foto të montuara të vajzës tënde në arkivol dhe mendon çfarë kanë bërë. Kanë fituar një format, një mision, një spektakël dhe ata i nisin këto, u shpreh Luizi. Ai shtoi se pavarësisht gjithçkaje që lexon dhe sheh, i duhet të dalë para publikut me buzëqeshje, ndërkohë që askush nuk pyet se si ndihet ai në të vërtetë. Momentet më prekse erdhën kur Luizi zbuloi se sulmet kishin ndodhur edhe gjatë shtatzanisë së Chiarës. I shkruanin mesazhe dhe i thonin të vdeks fëmia në bark. E kam gjetur duke qarë, rrëfeu ai, duke lënë të kuptohet se kjo periudhë ka qenë jashtëzakonisht e vështirë për familjen e tyre.